Ka ndonë që Albin Kurti e propozon minutat e fundit, qoftë edhe Bashkim Jashorin, e që unë besoj që nuk e propozon Bashkim Jashorin, sepse është propozu një antar i familjes Jashori, profesori Murat Jashori, dhe ai në emën të familjes, ka thonë që ne nuk përzihemi këtë punë. Prandaj nuk mundesh ti me shku, me kërku votën të i modhi, ose me kërku emrin një antarit familjes, me morë një përgjigje që ne refuzojmë, dhe tash, jo, është ka flitet mati ke punë, dhe tash me shku prapë mi thonë, okej, vllovit, nuk do shti po hajde ti se ti komandonti... Bekimi ka thonë që ju na qëndrojmë prapa asaj që ka thonë... Shqe, unë jem kunder edhe propozimeve të pjesëtorëve të familjeve edhe për kandidat për deputet. E meriton familja Jashori, ju ka boj kërkes, edhe i propozim Murat Jashorit, është mbyll me familjen Jashori, ka përfundu. Mundet me ndodhë mas zgjedhjeve të qershorit, le të zgjedhet president Murat Jashori, po kushtë në tjetër. Tani nuk duhet me shku mi cëkot në derë. Familje se Adem Jashorit, amna një emën të bujmë presidentse vendi shkajdoj. Unë po mendoj dhe duhet me qenë ashtu dhe do të ndodhë ashtu. Vendi nuk do të ketë president të dolën nga zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe vendi do të shkojë në zgjedhje. Partia Demokratike e ka mbyll kontributin e saj, ka thonë, ja kom qitë pikë. Dhe në qoftë se Partia Demokratike rënë sol, pse ka më najnë sol? Cila është arsyeja më najnë sol ajo? Kënë me votu? Pse se ka votu deri sot? Pse atëherë Partia Demokratike e ka dhonu këtë qytetar? Nëse tash e votën e se ka votu para një mujve ose para 2 mujve. Prandaj nuk do të merë pjesë fare. As ajo, po nuk do të merë pjesë fare as lidhja demokratike. Shpo për deklarimet publike, LDK, PDK kanë thonë, mshel kjo punë për ne.